Pika e kalimit kufitar të Kapshticës do të ndërpres punën për 24 orë pas përshkallëzimit të grevës së fermerëve në shtetin Helen. Policia bën të ditur se për shkak të bllokimit të rrugëve në shtetin grek, prej grevës së zhvilluar nga fermerët vendas, do të ndërpritet puna prej orës 11 të së shtunës deri në orën 11 të së dielës. Për të tretën herë brenda 3 muajve të fundit, Greqia paralizohet nga një greve re e përgjithshme 24 orëshe, që konsiderohet si greva më e madhe kundër qeverisë së majtë të kryeministrit Tsipras, që kur ai ka ardhur në pushtet në janar të vitit të kaluar. Më fali, po nuk e dini se është bllokuar kufiri? Jo, nuk e dini. Nga po dini? Nga Korçë. Çfarë do bëni tani? Do ikim Selanik. Po është i bllokuar kufiri, çfarë do bëni? Po do kthehemi, çfarë do bëjmë? Çfarë mund të bëjmë tjetër? Na thanë që do mbyllet dogana tash, nuk kishte linjë prandaj dhe u kreva. Po kur do mbyllet e kur do hapet? Ke As informacion? na kanë njoftuar fare. Gjerë nesër 24 orë thonë ata. Se si do vej puna më vonë, ata e dinë.